Rikthehemi në Oponencë në pjesën e dytë për të diskutuar për një tjetër çështje, një çështje që fokusohet tek Sazani, një pronë shtetërore me një rëndësi shumë të madhe strategjike, për cilën politika duket sikur po gatuan diçka larg syrit të opinionit publik. Por ne kemi disa pyetje shpend. Për shembull, çfarë po planifikon realisht, qeveria mbi këtë territor? Para, kush vendos? Dhe në interes të kujt? A ka një studim? Vetëm përgjigjen e kësaj të pyetjes fundit në interes të kujt, dim vetëm që jo në interes shqiptarëve. Jo në interes shqiptarëve. Kjo është pak për e sigurt. Për ta trajtuar këtë çështje me fakte, jo me zëra, ne kemi ftuar në studio sot kapitenin e rangut të parë, zotin Artur Meçollari, me mbrëma Artur, mirë se na erdhe, i cili do të na sjell edhe materiale fotografike që dëshmojnë se hapësira detare që rrethon pikërisht ishullin e Sazanit është e mbrojtur nga forca aleate, edhe nga përfshirët e NATO këtu. Një detaj që e bën çdo veprim politik mbi këtë zonë edhe shumë më të ndjeshëm. Artur, njihemi prej vitesh, je një ekspert i kësaj fushë, më mirë se ty nuk e njeh kush Sazanin, besoj. Ka shumë që e njojnë, por unë ka punuar gjatë. Asnjë lider politik apo që ka drejtuar. Kam lindur në Sazan. Që ka drejtuar këtë vend. Ja, kjo është një gjë shumë interesante, nuk e dini. Po ti dukesh si që nuk është metafor. Jo, nuk është metafor. Kam lindur në Vlorë, po banoj në Sazan atë periudhë. Sazani është thjesht një ishull, Artur, apo është një çështje sigurie kombëtare? Shiko, Sazani është i vetmi ishull që ne kemi. Greqia ka rreth 6.000. Asnjë nuk ka dhënë. Por ne e trajtojmë si kur kemi 6.000 dhe grekët 6.000 i trajtojnë si kur ka një. Vetëm një. Shumë e bukur jo. Kjo është shumë e paradoksi. Kjo është paradoksi. E dyta, në qoftë se nuk di historinë e Sazanit, nuk di të trajtosh Sazanit. Vetëm, e para duhet të kuptojmë që gjiu Vlorës, Karaburuni, Vlora dhe Sazani janë një hapësirë gjeografike. E pandashme, unitare, e pandashme. Dhe, si e tillë, në 200 vjetë të fundit, janë 2 traktate ndërkombëtare, ose 3 traktate ndërkombëtare, dhe 2 marrëveshje ndërkombëtare vetëm për gjiun e Vlorës duke përfshirë dhe Sazanin. Aq i rëndësishëm është. Kemi një traktatin midis Britanisë së Madhe dhe Greqisë në vitin 1864. Që i kaloi Sazani, i kaloi Greqisë. Kemi protokollin e fshetë të Londrës. Të 1915. Kemi traktatin e paqes të Parisit të vitit 1947. Që nga Italisë i kaloi Shqipërisë. Kemi 2 marrëveshje me Ish-Bashkimin Sovjetik që gabimisht thuhet për Pashalimani, në fakt janë titulli tyre thot për gjiun e Vlorës, 2 marrëveshje. Pra, kemi 5 marrëveshje ndërkombëtare vetëm për këtë hapësirë gjeografike. Pse? Sepse Shqipëria, kur ne themi Shqipëria ka rëndësi strategjike në Ballkanin Perëndimor, 2 janë elementet që e bëjnë të rëndësishëm. E para, distanca e Shqipërisë në lindje, pra është rruga më e shkurtër për në lindje, dhe e dyta, gjiu i Vlorës. Gjiu i Vlorës është hapësira gjeografike, natyrore, më e rëndësishme me rëndësinë më të madhe strategjike në Shqipëri. Për ta kuptuar njerëzit më thjesht, sepse është hedhur shumë balt edhe është bërë shumë tymnaj mbi çështjen e Sazanit, kanë dalë gjithologët edhe prishin ose bëjnë diversion të frikshëm. Na shpjegon dot me 2-3 pika për qytetarin e interesuar pse bëhet Sazani, ose pse është Sazani një nga pikat më strategjike të Shqipërisë? Sepse Sazani, kur flasim për Sazani, për Pashalimanin, për Karaburunin, për Vlorën, duhet kemi parasysh gjiu Vlorës. Po, gjiri Vlorës, po. Duhet kemi parasysh gjiu Vlorës. Gjiu Vlorës ka një sipërfaqe prej 315 km², që do të thotë, nga pikpamja e sipërfaqes, është një gjendje të mbaj jo një flot, si flotën e 6, po 6 flotat e 6. Unë mund t'i referojmi fotove të vitit 2016, 1916, 1917 në kohën e Italisë. Gjiu Vlorës mund të kishte 40-50 anije në Spirancë. Pse?
sepse gjiu Vlorës ka disa cilësi. E para, është i thellë. E dyta, ka mbrojtje natyrore. Po është gjitha... Se është i mbrojtur nga gjitha krahët. E treta, ka mbrojtje ushtarake, për shkak sepse i ka lartësi. Pra mbrojtjen, pra rretimin e ka me lartësi, si është Sazani, Karaburuni, Shashica, vetëm nga drejtimi i veriut është i hapur. Pra, të gjitha këto, e treta, ka daljen më të shpejt në kanal Leotrantos dhe në mesdheun qendror. Pra, përveç cilësive të mbrojtjes, ka daljen direkte për kanal Leotrantos, dy janë ose bazat cilat mund të mbrojnë kanal Leotrantos. Është gjiu Vlorës dhe gjiu Tarantos, cila është e veçanta e këtyre gjireve. Gjiu Tarantos ndodhet jashtë detit Adriatik, që do të thotë ti e mbron një vijë nga jashtë, kurse gjiu Vlorës është nga brenda. Ti e mbron nga brenda dhe mbrojtja nga brenda është më e garantuar se mbrojtja nga jashtë. Taranto, po e mbani mend, është sulmuar në vitin 1940 dhe është shkatruar gjysma e flotës së Italisë në është bërë betejë, quhet betejë e Tarantos. Saktë në nëntor të vitit 1940. Pra, që do të thotë që gjiu Vlorës nga pikpamja strategjike, dhe këtu vim tek një element tjetër që ne ndoshta do ta prekim, që është porti i Durrësit. Pse porti i Durrësit ka rëndësi? Komandanti NATO-s ka thënë, ka qasje strategjike për aleancën. Kur kryeministri doli në 21 prill 2021, tha do ta kthejmë në port turistik, 2 javë më mbrapa, komandanti i NATO-s deklaroi, porti i Durrësit ka qasje strategjike për aleancën. Pse? Jo vetëm porti, por dhe gjiu i Durrësit, sepse porti, kuptohet, ka kapacitetet kufizuara. Në rast të një konflikti me Rusin, 3 janë korridoret nga forcat e NATO-s do të lëvizin nga perëndimi në drejtim të lindjes. Njëra është Norvegji, Suedi, Finland. Që shkon nga deri veriut. Tjetra është Holland, Gjermani, Poloni, dhe tjetra është Shqipëri, Maqedoni, Bullgari. Pyetja shtrohet, në qoftë se do të kemi një lëvizje masive trupash, si do të lëvizin? Duhet kapacitetet për të patur shpejtësinë maksimale. Po ne nuk mendojmë për luftë. Porti i Durrësit, edhe pse është i vogël, është i madh në krahasim me Porto Romano, por ka dhe disa elemente të tjerë pozitiv. Ndodhet në gjiun e Durrësit, i cili ka kapacitete maksimale për zbarkim në tokë, kalimin në rrugë dhe vazhdimin. Pra, si temë, kapacitetet maksimale zbarkuese në Shqipëri në rast të një operacioni, zbarkimi ose transferimi i forcash nga perëndimi në lindje, është gjiu i Durrësit dhe porti i Durrësit. Prandaj, çdo lloj tentative për të devijuar këtë lloj koncepti operacional ose duke për të ndërtuar një port të ri në Porto Romano, nuk bëjmë gjë tjetër veç se ne dëmtojmë konceptin operacional të NATO-s. Dhe operacionet zbarkuese janë tepër vulnerabël nga pikpamja e mbrojtjes, si ajrore, si detare, si nëndetare. Dhe vetmja mundësi që ti të kthesh detin Adriatik në një liqen të NATO-s është të bllokosh kanalin Leotrantos. Dhe këtu vim tek rëndësia e gjiut Vlorës. E kuptoj. Do të them, kur politika... politika... Si e kalove, shumë e logjikshme. Kur politika flet për zhvillime strategjike në këto zona, ne duhet të shqetësohemi? Natyrisht, shiko, si është problemi. Shtetet funksionojnë... Se ne po kthejmë bazat ushtarake? Dëgjoj, do të dëgjosh që ne po flasim ku shteti e para funksionon me dokumenta strategjik. Ne nuk kemi dokumenta të tillë strategjik, po të marr projektin e Sazanit. A ka studim fizibiliteti? Jo. Jo. Në vitin 2019, në Këshillin e Ministrave, është diskutuar për krimi, ka qenë muaj korrik ose gusht, është diskutuar për krimin e master plani ose një plan rregullimi të Bregdetit shqiptar. Është diskutuar dhe akoma nuk është bërë. Shiko, çdo kryetar bashkie do ishte e kënaqur që qyteti i tij mos të kishte plan rregullimi se ai jep të lejet si donte. Dhe Bregdeti shqiptar pra ka 6 vjet që kërkohet të bëhet një plan rregullimi i Bregdetit shqiptar që të thuhet këtu do ta kemi plazh, këtu do kemi port, këtu do kemi port detar, këtu do kemi port peshkimi, këtu do kemi një hotel me 5 yje, këtu do kemi këtë. Pra 529,11 km2 që është Bregdeti shqiptar, ne duhet kishim një plan rregullimi dhe të thoshim
se çfarë do ishte çdo metër, më fal, 529.11 metër linear. Pra ne duhet të thoshim në çdo metër linear çfarë do kishte, çfarë projektonte shteti dhe mbi bazën e këtij çdo investitor mund të vinte sipas projektit dhe të jete lekët. Po ke studimi fizibilitetit, pse nuk është bërë një studim i tillë dhe në raste të tilla ne shohim që fjalën e fundit për një territor të tillë kush e thot? E i thot qeveria, e thot ushtria apo jo, duhet ta thon teknicienët. Ja, një pyetje. Nëse unë do kisha një person apo një grup personash që do kishin bërë studime e fizibilitetit, do t'u bëja vetëm një pyetje. Sa shpejtësia maksimale erë se regjistruar në ishullin e Sazanit? Duhet ta dini. Normalisht duhet ta dini. Po nuk e di njeri. Ju e dini? Po natyrisht që e di, sepse ka dokument dokumentare. Po ta them unë, është sa një uragan i kategorisë parë. 108 km/h. 108 km/h. Dhe shpejtësia mesatare në dimër shkon nga 60 në 90 km/h. Më thuaj ti kush është ai hotel me 5 hyje që mund të mbijetoj në një mjedis e para me shpejtësie të lartë dhe me kripshmëri të lartë, në një mjedis tepër delikat nga pikpamja meteorologjike. Më thuaj cili është ai hotel me 5 hyje. Shkoj me këto teknologjinë e fundit, ose me ardhen e këtyre vëllezërve tan nga Arabia, që mund të ndërtojnë skelete çeliku, titani. Okej, mund të bësh hotel me tunele, jam dakord. Mund ta bësh me tunele. Po flasim? Neve po flasim për një zonë që ju me të drejtë thoni që keni lindur atje, njihni siç njeh njeriu shtëpinë e vet fëmijërisë, edhe lagjen edhe zonën. Juve duhet dini edhe si zona ushtarake, çfarë ka në ndet? A ka ndonjë minë, a ka ndonjë bombë, a investohet dot aty? Jo, i ta them unë, se unë i kam zbuluar. I keni zbuluar jo? Po ka 100, jo më pak se 100 ton municione në ndet. Jo më pak se 100 ton municione. 100.000 apo 100 ton? 100 ton. Që do të thotë nëse ndërtohet një resort turistik, shiko si është problemi. Duhet ishet kjo sasi lëndë eksportive? Ky projekt ka disa dobësi. E para, është dobësia ligjore. Projekti që pritet të ndërtohet, ai Sazani. Po, ja do ta shpjegoj unë. E para, ai është bërë në kundërshtim në shkelje të marrëveshjes së asocimit stabilizimit, që është traktat, nuk është ligj. Edhe s'mund të dali, besoj një vetëm një traktat. Hotel do të kundër traktatit. Ashtu. Dhe e kanë miratuar 28 parlamente, sa ka Bashkimi Evropian e kanë miratuar. Në një 73 thotë që çdo investimi këtij kategorie duhet të bëhet me tender dhe favorite janë kompanitë europiane. Tashti, ky ishte gabimi që u bë në portën e Durrësit, por kur e çuan ca veta në portën fare Europat. Jo, kur e çuan ca veta në portën e Durrësit, harruan të shënonin shkeljen kushtetuese. Futën shkeljet ligjore, pa harruan shkeljen kushtetuese në gjykatë kushtetuese. Por kemi një rast që është përdorur, Malizi. Rasti i anullimit të investimit Alabarit në Ulqin, përveç shumë argumentave, është e lidhur jo me në 73, në Malizi, ky në 74. Dhe është përdorur në 74 i marrëveshjes së asocim stabilizimit që binde ndesh investimi i Alabarit në Ulqin. Dhe nuk është në proces anullimi, por presidenti i Malizi, edhe pse është një djalë i ri, pa eksperiencë, doli kundër projektit. Doli kundër. Kurse presidenti jonë, jo vetëm që miratoj pronën e nëzori jashtë planit terapjes, po miratoj dhe ligjin, me thënë, është gati ti miratoj gjitha. O Miqëllari, Ivanka Trump, vajza e presidentit Amerikës, nuk i ka ditur këto? Shiko, nuk është vënë dini që ka një traktat që ka ca... Nuk jemi akoma në fazën e zhvillimit projektit. Patëm një vizitë sajtë fundit, në vëndjarje, me arkitekt, por një vit më parë, Ivana Trump ka thënë që do shikojmë projektin, por ka dhe probleme logistike. Po. Problemet logistike me ato dokumenta? Ja do t'i shpjegojnë cilat janë probleme logistike. E para, si pas marrëveshjes që ka qeveria shqiptare, ose si pas ligjit koncesioneve, apo marrëveshje, Shqipëria duhet garantoj ujë. Në Sazan nuk ka ujë. Atere ujë duhet vi nga ujë ftohtë, 20 km largë,
me tubacione të kalojë nën det dhe të vej atje. Ose të distilohet në... Që ka mundësi, thua? Edhe mundësi distilimi ka me... Bona do do investime. Do shumë investime. E para. E dyta. Do të quar korrendi. Prap në det. Ka pasur dikur, do më dhe linjë telefonike, dhe korrent duket, po linjë telefonike, por edhe korrent ka pasur, por nuk ekziston më. Okej. E para, amortizuar. Duhem bërë rrugët. Nuk ka rrugë në Sazan. Asnjë rrugë. Do të thënë Sazani është në gjendje të virgjër. Të virgjër, komplet. Nuk ka rrugë. Si natyrë, vetëm ato ndërtesat në kohën e Enverit. Dhe pra, duhet çështja e mbetjeve. Mbetjet që do krijohen, si do lëvizin, ku do vënë. Dhe ne nuk e dim akoma cili është pozicioni. Nga fotot që kanë dalë, duket se ndërtimi i hotelit do të bëhet në pjesën lindore. Të ishullit. Të ishullit. Pjesa lindore është pjesa më e keqe nga pikpamja meteorologjike dhe gjeografike. Pse çka ka? Po sepse ajo është thik në det dhe ka shumë erë. Ka nga erat. Shiko, Sazani është i shtrirë në drejtim jug-veri dhe gjitha era që vinë nga jugu e zënë të dyja krahat, por ka vetëm një element që është i rëndësishëm ose që ka një çik mbrojtje, që është pjesa perëndimore. Veri perëndimore, ku ndodhet baza. Kjo pjesa këtu. Ku ndodhet baza. Dhe si italianët, kur e kishin në kontroll, që e ka pas territor të tyre, nga 15-ta deri në 47, 43-shin, kanë ndërtuar në këtë pjesë, po dhe shqiptarët kanë ndërtuar në këtë pjesë, sepse kjo është pjesa e pylluzuar, që ka, me thënë që gjithë rëket e ujit rjedhin atje, po është dhe pak me mbrojtur nga për shkak të konfiguracionit. Por, çështja është që nuk ka studim fizibiliteti, askush nuk e di se sa është në gjendje të rezistoj, ose a do ketë produktivitet, efektivitet ky lloj investimi. Pse? Sepse kur është bërë projekti, projekti nuk është bërë si një element i veçantë, është bërë si një lidhje e disa projekteve të tjera, si që është Ulqini, pra do të kishte këtu, do të kishte në Ulqin, do të kishte në Beograd, do të kishte në portin e Durrësit, por Ulqini dhe Beograd i ranë. Porti i Durrësit nuk i dihet filli se si do t'i vej, sepse pa u mbaruar faza e parë e Porto Romanos nuk mund të filloj do të porti i Durrësit projektin. Që do të thotë, por s'ka mbaruar akoma tenderi Porto Romanos. Pra kemi kohë me bollok. Dhe tani ngelet si e vetme, pra ngelet si projekt i vetëm i izoluar. Meçallari, por në kohën e Xhaxhit, ky ishull ka qenë i banuar. Po, ka pas 5.000 dhe në 6.000 veta në vartësi të situatës. Çfarë vështirëson të rikthejë edhe një herë qytetin? O ta kthesh jetën. Kanë qenë kushte tjera, ata kanë qenë kushte tjera. Nëse flasim për investime që vinë nga Ivan Andrau. Para një që duhet të dish sa e vështirë ishte ta mbaje në atë kohë. Duhet të dish sa e vështirë ishte ta mbaje në atë kohë. Do me thënë, për ata njerëz që jetonin atje, vente çdo ditë një cistern me ujë. Çdo ditë. Çdo ditë. Vente një cistern me ujë përveç çfarë mblidheshin në depozitin që kishte ndërtuar italiani përpara luftës së dytë botërore. Përveç asaj, vente çdo ditë. Drita nuk kishte 24 orë. Ishte me orar. Ishte me orar, kuptohet natën, ishte. Pra, nuk është plus jemi në një periudhë tjetër nga pikpamja e komoditetit. Jemi në një periudhë tjetër, nuk ishte hotel me 5 yje, as me një yll në atë kohë. Bunker, me shumë mundësim bunker. Po, njerëzit jetonin, do me thënë, ose ushtarët jetonin për kapanone, e tjera ujë... S'kishte ujë të rrjedhshëm? S'kishte ujë të rrjedhshëm, larja e personelit bëj një kaq kohë, në Bear më tepër bëhesh larja në det që konsideroj. Pra, jemi në këto kushte. E dyta, problemi tjetër që ka një të dhënë, unë kam një të dhënë, që e kam nga burimet e mia në Ministrinë e Infrastrukturës. Në rast se do të ndërtohet projekti Sazanit, që flitet për 1.4 miliard, që është bashkë me Zvërnecin. Zvërnecin do të diskutojnë çik më vonë. Shteti shqiptar duhet të investoj jo më pak se 300 milion euro për të gjitha detyrimet që ka sipas ligjit të koncesioneve, që lidhen me ujin, me rrugët, me dritat, me mbetjet, me të gjitha. Që janë detyrime të shtetit. I ka shteti 300 milion euro? Ka i duen.
I ka shteti, po varet se ku i ka. Ka i duen, jo më pak se 300 milion euro. I duen shtetit. Për t'i pagua, për të bërë të gjitha infrastrukturën që i duhet këti hoteli apo këti resorti. Sepse a ishtë, me thënë, si pas ligjit i takon shtetit tonë që t'i bëj, pra nga taksat tonë. Po tani kemi keq kuptim të rrezikshmërisë mes interesit ekonomik edhe sigurisë kombëtare. Këtu është problemi, nuk ka studim. Nuk ka studim. Ai që do bëj studim në fizibilitetit, po të kishte, do merrte elementet, po u jap vetëm një fakt. NATO është duke studiuar Pashaliman dhe Gjuhën e Vlorës. Mund t'i interesoj dhe Sazani. Ne nuk e dim. Sot. Kush prevalon? Gjithmonë NATO? Gjithmonë, do me thënë, sepse siguria është mbi e para, pavarësisht se kryeministri mund t'a quajë investim strategjik, se çfarë është strategjike e ka përcaktuar gjykata kushtetuese, e cila thot pronat e ushtrisë në planin e prapjes përbëjnë asete strategjike të vendit. Nuk ka thënë investimet në turizëm përbëjnë investimet strategjike. Ai është për kufizim që ka bërë kryeministri në VKM apo në ligj. Me vendim gjykatës kushtetuese janë pronat e forcat armatosura dhe interesi kombëtar që lidhet me mbrojtjen. Ku mbrojtja është interesi më i lartë i shtetit. Po në qoftë se ka nisur NATO këtë faktin që thatë juve me drejt, për Pashalimanin dhe për Gjirin e Vlorës. Edhe për Gjirin e Vlorës, mund të marrë dhe Sazanin. Pse është gjithë kjo tymnaj? Kush është ai kryeministër që vetë? Jo, nuk e kuptoj. Shikoj se duhet të kuptojmë. Janë përpjekje më. Jo. Qeveria shqiptare është duke minuar. Duke minuar? Duke minuar. Pse? Më kish akoma. Pse? Do të shpjegoj unë pse. Është duke minuar përpjekjet e NATO-s për bazën e Pashalimanit. Pse? E para, po e mbani mend, në 2022-shin, kryeministri ka bërë një kërkesë për NATO-n që të ketë bazë në Porto Romano. Po. Po në 2022-shin, NATO kishte filluar studimin e Pashalimanit. Me ofertë të bërë nga qeveria shqiptare. Pra, në moment që ai fillon një studim, kryeministri ofron diçka tjetër me qëllim që ta lëri atë. Ta shmange. Po NATO nuk i merr vendimet brenda NATO-s. Ngrihet në mëngjes e thot, po sikur ta ndryshojmë këtë, ta kalojmë nga këtu, ta kalojmë këtu. E para, e dyta. NATO vazhdon studimin. Presidenti i Republikës nxjerr nga plani i përhapjes së Pashalimanit 80 hektar nga 90 hektar që është Pashalimani. Dhe sot Pashalimani ka ngelur 14 hektar që nuk i del forcës detare tonës, jo më NATO që nuk i del. Pse është bërë kjo titërsim? Sepse do ta marri një italian për investim strategjik. Ka fundi italianin. Ky është në hetim në Itali, ka një hetim penal dhe nga mbrapa atij flitet që është D'Alema. Po. E kupton? Pra çfarë po ndodh? Që korupcioni në Bregdetin shqiptar, jo vetëm ka cënuar sigurinë kombëtare, siç thot gjykata e lartë, nuk e kam thënë unë, ka thënë gjykata e lartë, GKK apeli dhe GKK-ja e shkallës pare kanë thënë ato. Kanë thënë po cënon marrëdhëniet me NATO-n dhe po cënon operacionalitetin e forcës detare. E thonë ato. Përveç fakti që po e coptojnë. Përveç të tjerave që ne po cënojmë dhe kapacitetet operacionale të NATO-s nëse ata do të vendosin që bazë e Pashalimanit dhe Gjirit Vlorës të jetë bazë e NATO-s. Pra, duhet kuptojmë që këtu nuk po fut akshin pastaj. Po e fut edhe akshin. Fare akshin, se po fut dhe akshin, ka rënë shteti. Jo, ka rënë. Ajo ka rënë. E futim se futim ne. Pra, jemi në kushtet dhe duhet kuptojmë që çështja e Pashalimanit është një çështje shumë e nxehtë sot midis Shqipërisë dhe NATO-s. Po, unë e deklaroj zyrtarisht, është një çështje e nxehtë. Mund të ketë pasojë. Jo, do ketë pasojë, jo mund të ketë. Jo mund të ketë, do ketë pasojë. Tani, e di çfarë bëri mua përshtypje? Më bëri përshtypje një deklaratë e kreut opozitës, zotit Berisha, që nuk dua ta lë pa e përmendur, i cili mbajti një qëndrim kështu asnjënjës kur u bë fjalë për këtë super investimin e Ivanet Trumpit, dhe unë do ju ftyoja vetëm ta ndjekim pak, është një sinkron shumë i shkurtër i zotit Berisha, çka tregon që gjithë liderat në këtë vend kanë dashur ta japin këtë ishull, po asnjëri s'e ka dhënë deri tani. E ndjekim dhe kthehemi në studio me Çollarin. Sazanin edhe qeveria ime e ka ofruar. E ofroi Fatosnano para meje, e ofrova unë
miku të shquar të kombit shqiptar, Silvio Berlusconi. Se se pranoi Berlusconi? Jo, e pranoi, bëri projekt shumë të mirë, por erdhi kriza financiare, tani aty janë dokumentat, nuk është i lehtë për të zhvilluar. Sipas asaj që kam dëgjuar janë 2 miliard euro të fondit sovran arab, mos gaboj, dhe në qoftë se bëhet, unë nuk kam kundërshtim, e them haptas, sepse Sazanin çfarë marrin shqiptarët, se kjo është dhe pyetja që i bëjmë kryeministrit Sazanin tani një njeri që po të thotë të vërtetën ty. Ky gjeti Jared Kushner, i cili erdhi me një fond shumë të madh, nëse marrëveshja ishte që ta firmoste pas zgjedhjes së presidentit Trump, ky mashtroi. Ky nuk e firmosi para zgjedhjes presidentit. Zoti Meçollari, 2 pyetje. E para, që kur Silvio Berlusconi është bërë mik i shquar i kombit shqiptar, është pyetje kurioziteti nga një djalë i ri, dhe e dyta, a është e vërtet kjo, a mund të jetë e vërtet kjo deklaratë që bëri doktor Berisha? Që ja kemi dorëzuar, e ka kërkuar dhe Silvio Berlusconi Sazanin? Që nga Fatos Nano, atë thatë sakt, një gjithë thatë sakt. Fatos Nano, Sali Berisha, Ilir Meta dhe tani Edi Rama kanë tentuar, kanë kërkuar ta japin, por jo për interesat e Shqipërisë, për arsye politike. Për arsye politike personale. Sepse në qoftë se do niseshin për interesat e Shqipërisë, e para duhet bënin dokumentat, duhet shikojnë dokumentat. Ata nuk i njohin dokumentat strategjike të Shqipërisë. Nuk din as t'i lexojnë, që t'i marrin t'i shikojnë. Është vetëm qok politike. Sazani është përdorur historikisht në 20 vite, jo në 20, nga viti 2000, 26 vjet, vetëm si qok politike. Jo si një element. Pse? Sepse ne duhet të marrim cili është në fundit kur flasim për interesin publik, duhet të kemi cili është përfitimi maksimal që ka Shqipëria me përdorimin e Sazanit. Cili është përdorimi maksimal që ne të marrim. Pra, në qoftë se ti do bësh një biznes, ti do ish në biznes që ke përfitimin maksimal. Absolutisht, jo të çosh grop. Jo të ish në grop. Pyetja është cili është përfitimi maksimal që kemi ne me Sazanin? Është ajo që thot Natua, që ka rënë dakord që Gjiu Vlorës jetë një, e para, një, Natua. E dyta, Shqipëria ka nevoj për një port më të madh se i Durrësit. E ku mund të bëhet ky port? Ja të shpjegoj. Sepse Porto Romano është më i vogël se i Durrësit dhe ka gabime që nuk mund të riparohen. Po i them vetëm një fakt. Hyrja e Porto Romanos është në drejtimi veri-perëndim. Pra shikon nga veri-perëndimi. 32% e motit në atë zonë është me detin mbi 4 ballë nga drejtimi veri-perëndim me statistikë. Që do të thotë, ai port e para nuk plotëson kriteret e një porti të madh, dhe e dyta ka nevojë për mirëmbajtje konstante. Pra kostua, jo vetëm kostua kapitale, por dhe operacionale është shumë e lartë. Do kosto dhe për mirëmbajtje. Atëherë kthehemi tek një marrëveshje e cila nuk hyri dot në fuqi, që është marrëveshja e presidentit Trump me Serbinë dhe Kosovën në vitin 2020 shtator. Ka një shprehje ku thotë do të ndërtohet një okurudh nga veriu i Serbisë, Beograd, Kosovë dhe një port i hapur në Adriatik. Po erdhe nga drejtimi Beograd, Kosovë, ku do jetë porti? Në Shqipëri s'ka ku tjetër. Dhe porti do të ishte në Gjiun e Vlorës. Ka ardhur njerëz dhe e kanë parë. Nuk kanë ngelur në Të qa komësive? Amerikan. E di unë të sigurt. Në më thënë këtë gjë, që ka ardhur dhe kanë parë. Pse? Sepse dy janë vendet që Shqipëria mund të ketë një superport. Kur flasim për superport, do të kuptojmë... Ç'a kapaciteti? 2 milion kontener, mbi 2 milion kontener në vit. Sot ne kemi nga 300-400.000 kontener. Mbi 2 milion kontener në vit, që është një port i cili konkuron Gioia Tauro në Itali, Pireun edhe Maltën. Pra, ishte një port i tillë. I ngjashëm. Pra, jo vetëm port toksor për nevojat e rajonit toksor, por është dhe një hub detar, që do të thotë që kontenerët zbarkojnë nga anijet e mëdha, hipin anijet e vogla dhe shpërndajnë nëpër Adriatik. Pra ky ishte ideja. Dy janë vendet që Shqipëria mund të ketë një port të tillë.
është gjithë Vlorës dhe Rane Hedhur. Rane Hedhur ka disa element negativ, që është shtellësia është e menjëhershme, ka kodrëm, ka mali në krahun tjetër, duhet qarë mali, nuk ka lidhje kurorëdhore, nuk ka lidhje toksore, kurse gjithë Vlorës ka një cilësi, sepse aty ku do ndërtojë dikur porti i ri, ka një element të rëndësishëm. Thellësia e nevojshme prej 15 metrësh arrihet në mënyrë natyrale. Nuk është si Porto Roman, që nga 5 duhet ta çosh 15, mbushet çdo ditë dhe ti duhet ta pastrosh. Duhet ta pastrosh nga lumi. Ai e ka thellësinë 15 metra, që është një superport, e ka natyrale, është një vend atje që e ka këtë. Pra, kjo do të thotë që vendi më i mirë, ne mund të ndërtonim një port, mund ta kthenim portin e Durrësit në një port turistik, por nëse do të kishim një port më të madh se Durrësi, i cili të mbulonte jo vetëm nevojat tona, por dhe nevojat rajonale, si dhe nevojat rajonale detare, si një hub detar. Dhe ky do të ishte varianti më i mirë. Por të gjitha këto plane bien, pse bien? Sepse ne nuk kemi plane, po të marrë vetëm me fakt. Strategjia e sigurisë kombëtare të vitit 2014. Thot, çdo institucion brenda 6 muajve të prodhoj strategjitë e saj. Atëherë çfarë ndodh? Në vitin 2016 ndërtohet strategjia e parë ndërsektoriale e Ministrisë të Transportit. Mbaron për 4 vjet. Në 2020 nuk ekzistonte, mbaroja fati i strategjisë. Nga 2020 deri sot nuk ka më strategji Ministri i Infrastrukturës për transportin kombëtar. Nuk ka më asnjë fije letër strategjike. Nuk ka. A mbajnë përgjegjësi këto institucione për këtë punë? Është detyrim sipas ligjit që ka miratuar strategjinë e sigurisë kombëtare. Jo të vitit 2014, po dhe të vitit 2024, që duhet kishte bërë strategjinë e re në vitin 2025. Nuk e ka bërë akoma. Pra, çfarë ndodh? Është ajo që thash. Kryebashkiaku më i lumtur është ai që nuk ka një plan zhvillimi të qytetit. Dhe këta e kanë lënë në mënyrë kaotike zhvillimin, dhe duke e lënë në mënyrë kaotike, bëjnë ca foto në 3D si ai që shikojmë neve aty, dhe ne nuk e dim që shpejtësia e erës tek ajo dhomë e hotelit atje, do të jetë jo më pak 60 dhe 90 km/h. Po, që ka të mbi shkëmbinj. E kupton, është dhe mbi shkëmbinj, duket është ana lindore, po dhe ana perëndimore tjetër. Pra, do të ndërtohet një hotel me 5 yje. Se me qa do veja im, do vej me anije në detin me forcën 6-7, apo do vej me helikopter, vetëm ai që projekton, që ka bërë këtë foto e di. Se me qa do vej dhe do iki nga Sazani. Sazani përballë ka Italinë, shtetin. Po. Italia di që ka një shtet brenda shtetit që është Vatikani. Në thelb nuk është as Vatikani, është Roma. Roma u kthye në një kish. Vatikani i njohur në masën e gjerë. A do lejonte Vatikani me çollari ndërtimin e një ose investimin e një shteti arab, vetëm pa kilometra larg? Shiko, unë nuk e besoj që është Vatikani i përfshirë në këtë histori, por unë di që ka një marrëveshje të asosim stabilizimit, e cila thot, nuk përmend as arabët, as kinezët, as indianët. Ai thot, në 173, duhet jetë me tender të hapur dhe favoritet jetë një kompani e Bashkimit Evropian. Është më tepër po, që ju përmendet e konventet. Atëherë, në qoftë se është traktat, është mbi çdo ligj shqiptar. E thot kushtetuta. Dhe në qoftë se është miratuar një projekt i tillë në shkelje të një traktati, është shkelur kushtetuta. Shkelur kushtetuta. Atëherë duhet që të anullohet. Dhe porti Durrësit duhet anulluar. Dhe porti Durrësit nuk ka studim fizibiliteti. Dhe Porto Romano nuk ka studim fizibiliteti. Çdo gjë. Pyetja është, pse po anullohet, po arrim të anullimi afërsisht anullimi i tenderit të tretë të Porto Romanos. Në tenderin e parë erdhën 30 kompani, morën letrat, nuk ktheu asnjë përgjigje. Në tenderin e dytë erdhën 15 kompani, morën letrat, nuk ktheu asnjë përgjigje. Në tenderin e tretë erdhën 10 kompani, fiton një kompani, një franceze dhe një holandeze, ja dhanë një kipriote në mënyrë të jashtëligjshme. Tash ti, e kupton çfarë ndodh? Sepse bëhet ti troç çapo ndodh, më thënë. Bëhet fjalë për katër, por pyetja është, ku është studimi fizibiliteti? Di çdo të thotë studim fizibiliteti? Unë, si qytetar që harxoj lekët, duhet të di, ky port
do të jetë efektiv mbas 31, por të nështohet për jo më pak se për 10 vjetë. Sa do ta ketë gjatësinë? Sa e ka jetë gjatësinë? Sepse ndryshe mund të na ndodhi si disa qytete kineze që janë ndërtuar me pallate mbi 30-40 kate dhe sot kanë ngelur qytete fantazm, sepse nuk vetë të jetoj njeri. Dhe kjo histori, studimi i fizibilitetit na tregon neve se cili do të jetë efektiviteti i këtij projekti mbas 30 vjetësh, mbas 40 vjetësh. Pse? Sot që flasim, vetëm 4% vinë nga deti turista VIP në Shqipëri me mjetet detare. 4%? 4% të Adriatikut, 50% shkojnë në Itali, 25% në Kroaci, pjesa tjetër në Sloveni, Malizi dhe Korfuz, dhe në Shqipëri është më pak se 4%. Por shumica e këtyre vinë për të marrë karburant paksis, me çmim të ulët. Pra, marrin me të shtrenjtë, ata e marrin me të ulët. Pra, problemi është që në qoftë se ne bëjmë projekte të tilla, po cili është efektiviteti nesër? A është në gjendje Shqipëria me këtë infrastrukturë që ka të sfidoj turizmin e Kroacisë, Italisë dhe të Greqisë? Jo. Atëre, përse bëjmë këto lloj investime? Dhe në mjedise të cilat... Pra kush po e merr në qafë Sazanin, a e thuaj troç? Politika? Po e merr... është qok politike. Amerika? Po e merr NATO? është qok politike. Qok politike? Spiranca e fundit e Ramës për shpëtim. Po mirë. E ka hedhur Spirancën sepse ai po krijon diskurin publik. Do hapim vende pune, thot, patronazhistat dhe socialistët, që i vjen nga pas rilindasve, thonë do hapim vende pune. Nuk duhet të kalojnë në diskutim. General Franco në Spanjë çoi në recesion ekonomik sepse u bazua tek sektori tret i biznesit, pra te shërbimi, as te prodhimi, as te asnjë gjë tjetër. Pra, po ta bazosh te ky shërbim, neve do jemi të falimentuar kështu me bursë pas 10 vjetësh, 15 vjetësh, si shtet. Është shumë e thjeshta, është logjik. Me të drejtë një kolege jam ngriti një pyetje, tha është makuturi apo është papërgjegjshmëri dhe, domethënë, këta kanë arritur deri në atë pikë sa një gjë. I vendosin vetë. Deliri i madhështisë. Unë thënë dhe herë tjetër. Është deliri i madhështisë. Jo, ka ikur kohë deliri. Kanë kaluar vinë e kuqe, nuk kanë më kthim mbrapa. Ç'kësi është problemi. Është kaluar vija kuqe. Është kaluar vija kuqe. Sot që flasim. Shiko, unë e kam krahasuar në një emision tjetër. Kjo historia është si puna e serial killer, që ai nuk është se vrasja e parë është... Pa problem, pastaj tjetra sprovosh. Të vazhdosh, e kupton, sepse duhet të mbjetosh dhe kjo punë po ta shikojmë me vëmendje. Jep këtë se ky do më mbështesi, jep këtë se ky do më mbështesi. E ka kapur seri thotë. Është kapur seri, jep ky se ky do më lërin pushtet, jep këtij se ky do më lërin pushtet. Jepi Trumpi Sazani se ky do më ndihmoj të rim pushtet. Jepi Netanyahu armatimin se do më bajnë pushtet. Jepi Melonit Gjadrin se do më lërin pushtet. Në më thënë, këti hyrë në një sistem zinxhir shitjesh dhe asetesh dhe blerjesh influencash vetëm për të qëndruar në pushtet dhe kjo histori, sepse e ke kaluar vijin e kuqe. Duke e kaluar vijin, nuk ka më kthim brapa. Dhe çështja shtrohet që cila do të jetë kostua jonë. Sa më shumë kjo histori të vazhdoj, aq më shumë, aq më madhe është kostua me të cilën ne duhet të paguajmë. Sepse kjo histori nuk mbyllet me Sazanin. Nuk mbyllet me Sazanin. Do iki nesër, do iki, thotë kryeministri, thotë unë, thotë do fus Shqipërinë në BE në vitin 2030, pastaj do shikoj. Presidenti Trump dhe 3 vjetë do vi presidenti tjetër, ai do kërkoj një territor tjetër, e kupton? Do iki Netanyahu, se kush e di si i vin puna, do vin tjetër. E trajtoj ardhen e Ivanka Trumpit këtu, sigur Trumpi është me kanonin e laborisë. Pra, çështja është që kemi hyrë në një sistem shitjesh dhe blerje influencë, shitje territori dhe blerje influencë që ne nuk e dim sa do jetë kostua jonë. Dhe këtu pastaj vim tek historia e opozitës. Edhe opozita nuk ka interes sa do jetë kostua jonë.
Nuk e intereson, mjafton të jetë në opozitë ose të jetë Jo, mjafton që në fund... Në tavolinë. Tjetë në tavolinë edhe në fund fare atyre intereson vetëm një gjë. Kryeministri Arçi nuk kanë si se kur do jetë Sali Berisha, kaq. O me qëllare, dy pyetje, ti si biri i Sazanit. Po mirë, po t'ishe... Qa do e sugjeroje kësaj qeverie në lidhje me këtë çështje? Kishe një sugjerim? Dis traktatin, Allah. Nuk ke qaj sugjeron më Zbato kësaj traktatin. qeverie. Ka dal komision, ka dal ambasadori BE-s, ka thënë është në shkelje për Durrësin, është në shkelje të marrëveshjes së asociim stabilizim. Ka dal komisioneri BE-s për zgjerimin, ai Pashmi. Ka thënë është në shkelje të marrëveshjes së asociim stabilizimi. Po e kanë thënë shkretër. Ka dal komandanti i NATO-s. Ka thënë... Po ku t'ja ka thënë? Dhe ka thënë, porti historik i Durrësit, nuk ka thënë porti i Durrësit, se qa bëjnë këta, kanë bërë një marifet, portit Poto Romanos, i thonë porti i Durrësit. Dhe aji mjeshtri nuk tha porti i Durrësit, po tha porti historik i Durrësit, aty ku është toria venecian, që mos të ngatëroni këta, që ta kuptoni këta që se kishte për Porto Romanon, e kupton? Këta pra bëni si kur se kuptoni se me te kishte aji, e kupton? Pra, kanë arritur në një pikë të tillë që... Me qëllari, qa i ke ato? Më falë, shpend. S'ka gjë. Mund të bësh pyetjen, po thjesht isha kurioze për të parë që ka sjell me vete me qëllari, sa... Shiko, këtu ka një organizat në Shqipëri që quhet UNDP, ose PNUD-i. Është një organizatë më efektive që ka tentuar, që ka kaq vite që tenton të ndihmoj qeverinë shqiptare. Dhe ka bërë, për para 3 vjetësh, ka bërë një atlas mbi ndotjen e Gjuhët Vlorës. Ja, të gjithë flasin Gjuhë Vlorës e ka kohën e cirkulimit të ujit e ka 60 vjet. E di këtë? Sa e ka 60? 60 vjet. Që do thotë që ka... Kohë e cirkulimit të ujit. Është 60 vjet. Pse? Është det i mbyllur. Rryma detare hynë nga jugu, nga kanali jugut, përplasën në Triport dhe dalin kanali Veriut. Dhe shumë pak hynë brenda Gjuhët Vlorës. Dhe në këtë zonë këtu, koha e cirkulimit është 60 vjet. Kjo është zona më e ndotur. Shikoja. Nuk vinë as nga porto, nuk vinë nga porti, nuk vinë nga transporti detar, vinë vetëm nga mbetjet urbane. Dhe dy janë ndotjet kryesore në Gjuhën e Vlorës. Janë ndotjet urbane, që janë përgjegjësi e bashkisë, janë ndotjet e akvakulturës, janë përgjegjësi e Ministrisë Bujqësisë. Këto janë dy ndotjet kryesore. Nuk vinë as nga porti, as nga... Pare, në më thëmë pse? Sepse sot teknologjia portuale dhe anjeve është e tillë, shumë e sofistikuar, shumë e rregulluar e tjera. E vetmja gjë që mund të ndodhi është aksidente detare. Po ne po flasim për ndotje të qëndrueshme. Pra që ndotje që ndodh çdo ditë. Cirkulacioni i ujit është 60 vjet, i bie që ndotjet të riciklojnë njërë në 60 vjet në këtë lloj uji. Pra, uji çarkullon plotësisht njërë në 60 vjet. Dhe zona më e ndotur është zona Gjuhët të Dukatit, që është pjesa jugore e Gjuhët Vlorës, kjo quhet Gjuhë Dukatit, kjo është zona më e ndotur, domethënë sot. Që bëjmë në plazh. Që bëjmë në plazh dhe po të shikosh dalësh në Orikum, në Beat. Njerëz dini ku bëni plazh, pra? Po tash nuk do bëjnë njerëzit në Otrando, ai s'ka qeni. Gjuhë Vlorës ka 4 rajone të mbrojtura. Ka 4. Na i tregon pak në hartë? Po. E para është Llogaraja, që ka një 60-70 vjet. Që është këtu. Edhe nuk kam prerë as i pemë atje kur e mendon. Jo, as një pemë. Që është Llogaraj, që është diku këtu. E dyta është Laguna e Orikut, që është këtu. E treta është Laguna e Nartës, që do bëj prap, do bëj resort, do ta shpjegojmë që çfarë dëmi do shkaktohet atje. Edhe në Nartë do bëhet resort turistik. Atje dëmi është akoma më i madh. Sa turist pas kemi edhe neve. Dhe është zona e Karaburun-së Zanit, por vetëm pjesa ujore, jo pjesa toksore. Jo pjesa toksore. Do të thonë janë zonat të mbrojtura. Zonat të mbrojtura ato, të gjitha, ha? Po, të gjitha. Tashti. Po si mund të bëhet tani plazh aty me zonë të mbrojtur? Tash këto që duhen me bë. Jo, plazh lejohet, por nuk lejohen aktivitete të caktuara detare siç zhytja apo peshkimi apo, domethënë ka disa mbrojtje të veçanta. Por në fakt i gjithë Gjuhë Vlorës duhet futur për shkak të kohës të cirkulimit duhet futur në zonë e mbrojtur. Dhe nëse futen në zonë e mbrojtur, atëherë ne do të detyrojmë bashkinë që të eliminojnë ndotjet urbane. Dhe Ministrinë e Bujqësisë të eliminojnë ndotjet që vinë nga akvakultura. E di çfarë ndodh nga akvakultura, më falë, se është që gjithë jashitja e peshqve del në breg në formë ndyri.
Në fond, po të vesh nori kumë për shumë në beharë, do të që... E keme ndyrë, po. Ajo që ka jashtë e peshme. Ja, këto që s'e dini për shumë. Këto nuk e dija. Pra, kjo është Gjuhë Vlorës dhe të gjitha këto dhe një nga projektet e tjera është projekti i Triportit. I Tripolit. I Triportit, i Nartës. Dhe shikon në atë foto që do futen veljera apo jahte brenda lagunës. Tashti, laguna ka një thellësi maksimale 1 metër, që është në qendër. Dhe aty ku do ndërtohet ai porti i jahteve është deri në 40 cm. Imagjinate. Prit. Laguna lidhet me detin, se ka detin krip, që kripur lidhet me një dalan. Dhe jashtë dalanit, që të arish thellësinë 10 metra, të duhen 1800 metra. Është zonë e cekët, por është edhe e rrezikshme për lundrim. Tash di që të futësh jahtet aty, të paktën të duhet 57 metra. Dhe ti të thellosh në një lagunë në zonë të mbrojtur, ti e prish gjithë ekosistemin e kësaja. Dhe prandaj 40 kompanit, 41 agjensit kanë dalë dhe i kanë dërguar një letër kryeministit. E para këtu prishet, edhe Sazani vetë ka një ekosistem të ndryshëm nga Vlora, për shkak të mjedisit kushteve meteorologjike. Po, janë kafshi rezistojnë nga uji, janë të reptilat e gjitha në ratë. Kjo është studiuar që nga Antonio Baldacci, që në vitin 1889, që është i pari që ka studiuar, dhe ka studiuar dhe mbrapa ka qenë një profesor shumë i mirë në Ministrinë të Arsimit, që unë e kam shoqëruar vetë në Sazan, që ka bërë studime mbi Sazanin. Pra ka një ekosistem të ndryshëm, sepse atje nuk ka ujë e parë, ka erra, ka shumë lagështirë. Pra nuk ka ujë. Sazani nuk ka ujë. Gërmosat duash, shposat duash, nuk dhe ujë. Nuk që ujë. Jo, nuk dhe ka ujë. Si e tilë, por kurse laguna ka një ekosistem tjetër dhe në fakt i gjithë projekti që parashikohet në Zvënec, në fakt do prishi ekosistemin e lagunës, që është dhe zonë e mbrojtur. Nuk bëhet fjalë këtu për të ndërtuar, do t'i ndërtosh me beton, apo do t'i ndërtosh me... Tu bëhet fjalë, nuk duhet ndërtuar fare. Nuk duhet ndërtuar fare, se prishet ekosistemi. Prandaj them që kemi dhe 1 minutë kohë, që mund të themi më tepër? Problemi është që... A ka shpreso, se më shbërë dhe mua njërë shpyetje me profesor, a ka shpreso? Jo, unë kam një përshtypje që projekti nuk do të vijoj dot. Vetë kompania e cila pretendon nuk do të ketë interes të hyrë në këtë lloj biznesi me më shumë dëm se sa fitim. Do me thënë, Sazani do ngjelet gjithmonë një zonë e pazhvilluar. Do i takoj të kaluarës të shkuar. E para, Sazani nuk është një zonë e pazhvilluar, mund të zhvillohet, por duhet gjetur mënyrat se çfarë do të bësh. Çfarë mund të bëhet? Atje shumë mund të bëhet një turizëm malor, një turizëm si temun me çadra, mund të krijohet një... Mund të bësh ishullin e Kurkundit, Peter Panit, për shumë. Mund të bësh për turizëm tillë. Që tjetë i virgjër të ruaj, po naturalitet. Tjetë atraktive, tjetë wild. Dhe unë nuk jam kundër turizmin të Sazan, sot vende turist në Sazan, në zonën ku ata lahen nuk ka rrisje në ujore, që se të gjuan që ka, nuk ka rrisje. Vetëm për bomba, apo dhe për kafsh për binë qaderi? Jo, nuk ka, vetëm i rrezik që ka atje nga pikpamja e kafshëve është vetëm gjarpri. Dhe atje udhëzojnë njerëzit që mos dalin jashtë rrugës, sepse në fakt ka... Në hapër ca transhe, kështu, ca... Ka një rrugë që mund të kalohet deri lartë dhe kalojnë gjithmonë nëpërmjet rrugës. Zona ku lahen nuk ka mbetje në ujore, po themi predha, bomba e tjera, është e pastër. Ato janë në një zonë tjetër në veri, në jug apo në perëndime. Këto janë në një zonë nuk janë aty. Janë hedhur përpara 80 vjetësh, nuk është se janë hedhur mbas luftës botërore. Të më thënë mund bëhet një plazh. Por që të bësh një ishull turistik, pa e prishur dhe pa e prishur, ta bësh wild, shumë investime, ka mundësira të tilla, është një, domethënë e ka një mundësi të tillë dhe mirë është që të bëhet, por duke bërë një turizëm të tillë e pararuan ekosistemin, e dyta nuk ka shpenzime të mëdha, dhe e treta ti mban opsione të hapura për çdo lloj situate. Nuk investon dhe të mbyllush opsionet e tjera. Pra ka mundësi dhe për hapësira të tjera. Për një të ty Dorinim deri mëngjes duke folë, sepse je ditur, edhe jo vetëm për çështjen e ishujve dhe Vlorës, që e një më mirë se ata që e kanë drejtuar, por do kishte edhe shumë gjëra të tjera për diskutuar, por ne duhet ta mbyllim. Dhe
Dua të kujtoj këtu për opinionin publik që ti je një nga personazhet që ke çuar në SPAK edhe shumë kallëzime që lidhen me pronat e ushtrisë, për cilat jam e sigurt që ti do na vish prap, do hapim, do jenë tema të ditës, dhe për cilat ke perla dhe ke xhevaire për të thënë, pjesën më të madhe ke dorëzuar, se je njëri që flet me arsyetim edhe me prova dhe jo vetëm me zë. Kështu që ne shpend shpresojmë që këtë javë që kemi përpara të prodhojmë gjëra të tjera. Të jemi gjallë një randuja nëse janë kurat vështira. Besoj se. Profesor, të falenderoj shumë se unë e vlerësoj shumë djenë dhe më ke hapur disa pika për research që ti futëm dhe vetë lexoj ca kuriozitete që ndoshta më ndihmojnë edhe mua në gjeopolitikë. Nëse të duhet në gjë, shkruaj dhe unë kam materiale. Absolutisht po, je shumë i mirë profesor. Faleminderit që na iluminove, pra në oponencë vini informacione që i vlenë vërtet publikut, jo laba kot duke bërë dietolog, dhe ju individit. Të falenderoj që na erët, presim e kesh si shtëpi tënde. Anduena, të falenderoj shumë dhe ty. Me ujnë fab dhe me News 24-ën, në shifni oponencë. Të mërkurën tjetër. Të mërkurën, 21:00. Mirëpafshim, deri të mërkurën.